أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Pastaj ne ua kemi dhënë librin, trashëgim atyre robëve tanë që I kemi zgjedhur. Kur të tjerët flejnë, shtratin e largon, fjallën më të mirë, goja e shqipton, fytyrën plot nur, natën e bandit, hafizi Koranin kure përsërit. Lumë për ty hafizon dhakron Kur'anin pa jada, prej Fatiha deri nas, hatme në namaz. Jo çdo kush mund të bëhet hafës. Jo çdo kujt ja mundson Allahu të bëhet hafës. Allahu xhaleshana në Kur'an famëlar thot Bismillahirrahmanirrahim, thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina. Allahu thot ne u alam si trashëgimi, ne u adham librin, Kur'anin, robëve tanë të zgjedhur. E kush janë ata? Ata të cilët I ka zgjedhur Allahu, e një prej tyre është edhe Hafiz Ajani I familjes Ibrahimi. Vëllezër, nuk ka kënaqësi më të madhe për neve si katundar, si bashkëtar të fshatit Batinc, që neve të kemi një hafiz në moshën 13 vjeçare, ku pas 50 viteve me lejnë Allahut na del një hafiz në fshatin ton. Dhe neve duhet të themi elhamdulillah që inshallah ky hafiz Ajani të jetë model dhe të shërbej si motivim edhe për hafizët tanë, të ata të tjerë fëmijët tanë që të mësojnë fjalën Allahu xhaleshanu ve xhalla xhelalu. Vëllezër, padyshim që prej si hariceve, prej shpërblimeve të mëdha që ka hafizi, mirë po Allahu azza wa jall jashtë hafizit e shpërblen edhe prindrit, edhe familjen. Ku thot Allahu xhaleshanu ve xhalla, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith na tregon dhe thot yuqalu li sahib al-Quran, do t'i thuhet hafizit në ditën e gjykimit, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Do t'i thuhet hafizit, bartësit të Kur'anit, lexo dhe ngritu në gradat e xhenetit, sepse vendi jot në xhenet do të jetë në ajetin e fundit që e lexon në Kur'anin famëlar. Pra, çdo ajet që e lexon, çdo shkallë do të ngritet lart bartësi apo hafizi Kur'anit. Mirë po jo vetëm këto, edhe prindrit Allahu xhaleshanu ve xhalla xhelalu do t'i shpërblej, siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, çka thot? Prindrit e hafizit, të cilin ati fëmijët e cilin mëson Kur'anin famëlar, Allahu si shen nderi, si shen krenarie për arritjen e vladët e vetë hafiz, do t'ju vendosë nga një taq, nga një kuror, prej drite që do të shëndrit. Pra, çfarë krenarie për familjen Ibrahimi, e çfarë krenarie e madhe edhe për neve si katundar dhe si bashkëtar. Vëllezër, në emrin tim, në emër të këshillit të xhamisë, në emër të gjithë juve si bashkëtar, shfryzoj nga rasti që t'ja bëj për hajër babës hafizit, amirit, familjes Ibrahimi, edhe pse për të arritur më u bë hafiz, vëllezër, ka shumë faktorë që luajnë rol të rëndësishëm. Faktori I parë për me arrit këtë sukses të madh kush është? Është vetë hafizi, I cili në këtë kohë dinamike, në këtë kohë që neve po jetojmë, shumë njerëz e kanë humbur rrugën, shumë fëmijë, më veçanti, shumë të ri kanë humbur rrugën. Hafizi në moshën 13 vjeçare vendos që ta loje lojën, t'i lej dëfrimet, t'i lej telefonet, t'i lej kënaqësitë e kësaj dunjaje dhe ta mësoj fjalën e Allahu xhaleshanu ve xhalla xhelal. E pastaj faktori I dytë janë prindrit, që ata me angazhimin më të madh,
janë angazhu dhe janë mundu që fëmija I tyre të jetë më I qetë, që mos ketë probleme në atë aspekt, mos ketë gajlen, brengën e ushqimit e çdo sen tjetër, por ai të koncentrohet vetëm në Kur'an. Dhe faktori I tretë padyshim që është muhafizi, hoxha shumë I respektuar, hoxha Ibrahim, I cili njëkohësisht është edhe mingja I hafizit. Allah e shpëleft inshallah hoxha ja Rabbel Alamin me xhenetul Firdaus ja Rabbel Alamin. O vëllezër, padyshim që çdo kush që e nderon hafizin, Allah I nderon ata. Për shkak se nuk ka shans dhe mundësi që Xhibrili alayhis salam të zbret në tokë asnjëherë, përveç se në natën e Kadrit zbret Xhibrili bashkë me melekët tjera. Xhibrili kur nuk zbret në tokë përveç se në natën e Kadrit. A e dini pse o vëllezër? Për hatër të madhështisë së Kur'anit famëlar. Çka thot Allah në Kur'an? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amrin salam. Thot zbresi me lajket dhe bashkë me Xhibrin alayhis salam në natën e Kadrit, sepse në atë natë ka filluar që të zbrese Kur'ani. Dhe nga vlera madhështia e Kur'anit, Xhibril alayhis salam sa I madh si krijesi me lajke, zbret në tokë për hatër të Kur'anit. Ata njerëz që I nderojnë hafizlerët dhe ata njerëz që e mbrojnë fjalën e Allahut azza wa jall, kontribojnë që fjala e Allahut të jetë e vazhdueshme dhe që të ngritet sa më lart, vallahi billahi vëllezër, ato janë njerëz të veçantë të Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelalu. O vëllezër, neve inshallah hafizi vetëm se ka ardhur te dera, gjithë së bashku ju ftoj edhe juve që ta mirpresim hafizin dhe babën e tij Amirin me tekbire dhe pastaj inshallah hafizi do të na lexojë disa faqe nga Kurani famëlart deri në kohën e namazit të xumas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, huvallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, huvallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, huvallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. O vëllezër, në moshën 13 vjeçare, një fëmijë që çdo kush ka fëmijë mund të jetë fëmijë dhe ati. Mirë, po çfarë na nevojitet o vëllezër? Çdo kush për neve me I pyet çdo prind, çdo babë dhe nan, çka thon, a e do me pas të vladin afës? Këtë do të thosh mi po, do ki filluar edhe nga unë. Ëndër çdo prindi. Shikoj çfarë kënaqërie në moshën 13 vjeçare me e bart Kur'anin përmend në zemrën e tij. E çfarë duhet të them o vëllezër? Pse kena pru neve hafëzin sot tu? E para që të shërbej si motivim për neve si prindër, që çdo kush I cili dëshiron ta bëjë djalin hafëz, ta merr shembull Hafëz Ibrahim dhe prindin e tij edhe familjen e Ibrahimit. Pse o vëllezër, pse tham kët? Se Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelalu na ka bë musliman, elhamdulillah. Na ka zgjedh prej shumë ummeteve, na ka bë ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër, le të shërbej për vladët tonë, për brezat e ri, për rinin, që edhe neve vladët tonë ti mësojmë fjalën Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelalu. Për shkak se Allahu azza wa jall me Kur'an I ka ngritur shumë popull. Me Kur'an I ka shkatruar shumë popull. Ata cilën e kanë bart Kur'anin, Allahu I ka ngrit lart. Ata cilët e kanë lënë anash, e kanë menjanu, e kanë neglizhu Kur'anin, Zoti I ka shkatruar. O vëllezër, Hafëz Ajanit, këshilli I xhamisë tonë, së bashku me xhamatin tonë, dhe shumë vëllezër e dashamir që janë në diasporë, që janë xhamat Lion, familjarët tonë, kolegët tonë,
kanë zgjedhur Këshilli i xhamisë që t'ja jep një shenjë respekti për hafizin dhe gëzimi për neve një të në kohë që adhuroj një dhurat modeste si shenjë respekti dhe krenarie që ki hafiz në ka bo neve krenar kret batinsën, shkupin dhe kret shqiptarë vallahi. Subhanallah, pas 50 viteve në fshatin ton një, ama një alhamdulillah. Dhe unë lusë Allahun Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu që Allah ta shpërblet Këshillin e xhamisë për idenë që e ka pas që me ja dhuru një dhurat modest hafëzit, e cila o vëllezër, ne nuk mund ta paguajmë mundin e hafëzit asnjëherë. Edhe në xhamati jon që ka kontribuar, nuk paguhet mundi i hafëzit. A di kush e paguon kët hafëz? Kush e shpërblen? Kët mundin e di kush e shpërblen? Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu. E kush do të jesh shpërblimi i hafëzit? Xheneti i Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu. E lusë Allahun që hafizi që si hafiz të bëj edhe shefa dhe ndërmësim edhe për familjen e tij që t'i merr bashkë në xhenet ya Rabbel Alamin. Lusë Allahun që Allahu t'i shpëlet gjithë xhamatin ton, gjithë vëllezërit ton që kanë kontribuar që hafizin ta shpërblejnë edhe pse thash nuk mund neve ta paguajmë mundin e hafizit asnjëherë. Vëllezër, unë ftoj kryetarin e xhamisë Haxhi Mahirin që t'ja jep dhuratën që e kanë para pa Këshilli i xhamisë dhe pastaj hafizi deri në kohën e namazit të xumos të lexoj disa fjalë nga Kurani famëlar dhe pastaj inshallah do të filloj me faljen e namazit të xumos. Edhe një emër këtë xhamatit për hajra nga mirë, për fajr familjes Ibrahimi, Allah i shpëleft juve e rahmetlin a gjisherë kër unë kam thonë, vallahi kam thonë në xhamatin ton, rezultati që ti hafizi është rahmetli a gjisherë. Se unë për veti personalisht e kam njohë çfarë muslimani ka qenë dhe inshallah do Allahu azza që çdo harf që do të lexoj hafiz ajani inshallah ti shkruan se vape edhe ati në varja Rabbul Alamin. Vëllezër, duke mos e zgjatur më tepër, ja lëm hafizit mikrofonin që të lexoj disa fjalë nga fjalat Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة
أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تساعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Thoni vëllezër gjithë mashallah mos e marrim si Hafizin, se mashallah 10 ditë me radh që ka qenë te komisioni Hafizi asnjë gabim s'ka bë dhe inshallah të vazhdojë që kështu inshallah dhe lut Allahun azza wa jall që inshallah Hafizi kur të rritet edhe pak të bëhet për atyre hafizëve që edhe këtë nxjerrë hafizlerë ya Rabbel Alamin dhe të shtojë numrin në fshatin tonë edhe më shumë të hafizlerëve ya Rabbel Alamin. Lut Allahun subhanahu wa taala që Allah të ruaj prindërit tanë, Allah të ruaj familjarët tanë, Allah të ruaj të rritë tanë, ja Rabbel Alamin, dhe të bëjt khejri gjeneratën dhe brezin e arshëm, ja Rabbel Alamin. Allah fëzët jape jetë gjatë, Allah të bekoj Hafizin, të bekoj fshatin tonë, të bekoj gjematin tonë, ja Rabbel Alamin. Tani vetëm së shkoja namazit e gjumashtë, ju këshaftu që të mbushim safët. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Lum për ty hafizon dhak në Kur'anin pa jada prej Fatiha deri nas hatme në namaz ti kur delnat mihrab lezon nga I kitab për çdo harf nga 10 sevap e gjën pa hesab. Sot një gëzim I veçantë në fshatin tonë, fshatin Batinc, ku jena krenar me Hafizin e ri, Ajan Ibrahimin. Ajani sikurse edhe e dini 13 vjeçar, po është Hafizi Kuranit. Sa jam I informuar unë, në karshjakën ton ala nuk kena pas Hafiz me vitet e Ajanit. Jena shumë krenar, Allahu ta ruje, t'ja shtoje dijen, ta boje t'hajrit, inshallah kjo vazhdon, edhe presmi Hafizet e radhës, çka do t'jeni inshallah. Fshati I Batinc është shumë I gëzueshëm me këtë Hafizin 13 vjeçarin. Ju falenderoj nga ana Allah xhaleshane që na bëni të mund që ta kemi këtë Hafiz të ri në fshatin Batinc. Jemi shumë krenar, Allah ju nderoft edhe juve si kamerman, hoxhan efendian ton Lokman Abdullahin edhe xhamatin krejt. Hafizon dhak në Kur'anin pa jada prej Fatiha deri nas hatme në namaz prej mëngjesi deri në akşam talebetim son Kur'an me atë sabër që tregon me ktebin e shon. Kur vjen muaj Ramazan ti e pret me shumë e lan Furkanin shumë e lezon prej darës e lshon.